Çmimet e pullave fiskale për mallrat e akcizës ulen deri në 25%. Vendimi për përcaktimin e elementeve të sigurisë dhe çmimit të pullave fiskale është botuar në fletoren zyrtare, por cilat janë çmimet që janë përcaktuar? Referuar vendimit, çmimi i pullës fiskale për birrën do të jetë 17,22 euro për 1.000 copë nga 22 euro që ka qenë më parë. I duhanit do të jetë 15,65 euro për 1.000 copë dhe për alkoolin tarifa e pullës fiskale do të jetë 25,05 euro për 1.000 copë, ndërsa për verën tarifa për 1.000 pulla fiskale do të jetë 25,04 euro, por cilat janë karakteristikat e sigurisë digjitale, bazuar në vendim do të përfshihen element si identifikues unik, ku çdo pullë fiskale përmban një identifikues shumë të sigurt dhe të koduar për sistemin e gjurmimit. Kodet 2D do të përfshihen këto kode të dukshme dhe të padukshme, nga të cilat përdoren për monitorimin e lëvizjes së produkteve dhe sigurimin e integritetit, kode të sigurta për industrinë e pijeve të ftohta, gjithashtu dhe karakteristika të tjera të cilat janë rezistente ndaj ndërhyrjeve nga sfonde dhe të verifikueshme nga konsumatorët dhe autoritetet përkatëse. Qeveria shqiptare vendosi të mos e rinovojë kontratën koncesionare për prodhimin dhe shpërndarjen e pullave fiskale, që prej 1 janarit të këtij viti, pullat fiskale si letër me vlerë është monopol shtetëror dhe do të prodhohet dhe shpërndahet nga shtypshkronja e letrave me vlerë.